Unë mendoj që para njërë ne nuk mund të akuzojmë më skënd nga mediat serioze në Shqipëri që ka thënë të lajmë, që ka shpërndarë të lajmë, se nuk ka pas. Nuk ka ndodhur kjo. Kështu që kjo është përhapur në Facebook, para se të përhapur në Facebook është përhapur në Gjirokastër. Ngjarja ka filluar që në gusht të 2025. Kryetari i bashkisë ka qenë smur, apo ka pas një smur. Po i përmende ku për shprapur do ta thuash dhe kush e ka vazhduar pse? Ka qenë smur, me një smur e autoimune. Me emër mbi emër do t'i thuash atë. Cilën unë s'di mos, dëgjoj, kjo është një çështje jam dakord me avokatin, kjo është një luftë e brendshme brenda PS-s. Dhe ashtu siç u bë lajmi i Tërmet Peçit poshturës, u bë dhe ky lajmi, se kështu luftojnë ta. Kupton, Rilindja këtë luftë bën me një tjetrin. Domethënë këta ja kanë futur Tërmet jo futur. Rilindja thot, ai shkoi me edhe kanë gjetë aktivistin e PD-s të bëjnë fajtor. A kupton? Këtë luftë bën ta me një tjetrin se kaq kështu qeverisin këta. Por që ka një bazë që dyshimi lind nga kjo, që ai ka bërë si analizat në Janin. Dhe analizat në Janin e ka bërë edhe një pjesë e qytetarëve që kanë pas frikë. Dhe ata e dinë vetë pse kanë bërë analizat në Janin pastaj. Po pse ti mendon që për te gjithë mashtrimit, këtu ka një gjë qesharake dhe shqetësuese njëkohësisht. Ti e di që 3/4 e shqiptarëve që kanë qenë hipin makinave dhe ikin për të. Nëse sekretari i bashkisë thot ka vërtet unë mos ta ketë, një sëmundje autoimune. Në sqarimin që ka bërë, duhet të thoshte që po, unë vuaj nga një sëmundje autoimune, por nuk është kjo. Nuk është seksualisht e transmetueshme, nuk është në frymëmarrje e transmetueshme, nuk është e transmetueshme, ose është e transmetueshme. Thotë ja kush avokat le ti thotë ta. Kjo është transparenca, nuk është transparenca të gjerësh atë letrën aty që s'kam sita. Po, ka ndodhur kjo. Ka pasur një shqetësim të tillë. Ka ngjallur. Kjo është ajo që duhet tani. Ja, dhe kjo që po thua ti është shumë e kërkuar. Kjo që kemi një gjë tjetër për të kërkuar. Kjo është unë e lash një javë lajmin personalisht të qarkullonte me një diferencë se thash është shpifje, por kur pastaj filluan të tregonin se si Janin, sigurisht jo. Po ç'ke pse? Po jo, unë s'e kam publikuar, por si gazetar, kur mora vesh nga të tjerët që në Janin kanë shkuar qytetarë Gjirokastër se kanë bërë analizat, filluat interesohen pastaj seriozisht. Para një muaji është në Gjirokastër, po çtun e diel, u çmon. Po pra, po çtun e diel u çmon gjithë Shqipëria me këtë lajm. Prill jemi. Dhe filluat pyes. Dhe më del që këtu ka pas diçka. Thashë themi, ajo që ka nxjerrë ai, sigurisht që është e tepruar, sigurisht që mund të jetë një shpifje, por sqarimi duhet të jetë i plot. Dhe investigimi i mediave që merren me këtë çështje duhet të jetë i plot. Ka ndodhur apo jo? Ka pasur një shqetësim, nga ka lindur shqetësimi dhe sqarimi duhet bërë dhe kur bëhet përgjigjëstrimi duhet të thënë e gjithë e vërteta, jo një pjesë. Në disa raste përgjigjëstrimi është më i rëndë. Dhe sa po thon atë, ka sot SIDA nuk është më ajo se mund të tushën. Në Parlamentin Britanik bëri vetë deklarim një deputet dhe tha po, unë kam 10 vjet që vuaj nga SIDA, nga HIV, AIDS, marr pilulën dhe jetoj si njeri i zakonshëm. Kisha frikë se shoqëria s'do më pranonte, tani më pranon. Okej. Ne kemi deklaratë në Parlamentin Britanik. Dy fjalë. Çështja avokatit dhe të mbyllit. Çështja nuk është a është apo s'është kryetari i bashkisë Gjirokastës më së mundit. Çështja është mënyrën se si ne e trajtuam, se si u uzi. Kjo është problemi i asaj që është çik nonsens po ta thuash. Ne kështu po them duam të bëjmë thirrje për të gjithë, është gjithë popullata e botës kështu, dhe pastaj të kontrollojmë nëse a u përgjigjen ata mirë apo jo, janë apo s'janë dhe çfarë ka ndodhur. Kjo s'ka kuptim. Domethënë çështja është ke kultura e perversitetit që kemi. Kjo është. Dhe e vërteta është kjo që e vërteta e humb dinjitetin kur shpallet nga njerëz pa dinjitet. Dhe kjo ngre pikpyetje të mëdha për ne si shoqëri, në fundit e tha drejt Abilega, nuk janë mediat e mëdha të përfshirë me këtë histori. Serioze, më edhe portalet që kanë treguar një lloj serioziteti dhe kjo është gjë shumë e mirë, me gjithë defektat që ka media, Jo, normal. Por do qëndroj moralit, Schopenhauer i thotë kështu, zoti Rakipi, të bësh moral është më lehtë se sa të jesh i sinqert. Ne shqiptarët, ndoshta gaboj, po dhe unë shqiptar jam, kemi shumë dëshirë të bëjmë moral dhe të jemi pak të sinqert. Jemi pak të sinqert. Ndërsa për sa i përket pozicionit politikës, sepse ka dhe i prapavi politike kjo punë, nuk duhet ta mohojmë. Biles kjo është pjesa që unë shikoj si problematikë në këtë pjesë. Nuk është a individi se kanë nxjerr kot atë pjesë. Mund të jetë luftë e brendshme
midis kryetarit bashkisë rivale, po mund të jetë edhe i goditje nga krau me tjetër i rivalëve- PD-s, sepse është... Mes rivalëve Brendallojt ka lindur, se Po jo, po se e e kanë bënte zgjedhur dikush janë një aktivist i PD-s, sepse është komplet zonë e majtë ajo pjesë. Gjitha mundësit janë të brenda. Me një fjalë të Kantit do ta mbyll zoti Rakipi. Kur e kthen veten në krimb, nuk du të ankohesh se po të shkeli me këmbë. Në këtë rast, digniteti i jon, ose asaj pjese cila ra viktim që e fryu, jemi kthyer në krimba publik. Dhe kjo është kultura perverse që po na mundon dhe na tregon njerëz krejtësisht pa kulturuar. Duhet ta pranojmë. Avokat, unë apa ta spjegova për arsyet që thamë, që përmendëm, ju si do vijoni pastaj? E theti, paka shumë, keni njoftuar... Ne do vijojmë duke sqaruar më tepër opinionin publik për të çdo lloj detaji. Sa për seriozitetin që unë kam trajtuar rastin, po ja bëj me dije zoti Tela që rasti është trajtuar me korrektesën më të madhe nga ana ime. Kam bërë një punë rreth 4000 faqe që janë depozituar ditën e sotme pranë policisë dhe për mënyrën se si unë po qeshja nuk po qeshja me fatkeqësinë qytetarëve, por me mënyrën se si zoti Rakipi po e prezantonte, pra me batutat që ai kishte. Kështu ta sqarojmë këtë pjesë. Tela ishte brenda kësaj suaze që ne folëm, e kupton, pavarësisht se beri unë kam trajtuar që kjo është një prapje paniku, pra e kam trajtuar që momentet e para ju ka thirrur klienti që i kemi dhënë rëndësi opinionit publik. Avokat, ju ka thirrur klienti për mbrojtur interesat e veta. Ne si shoqëri duhet ta bëjmë, ne si media për shembull, unë bëj një emision, kisha obligimin të hap një këtë bisedë, mbi të gjitha e di pse hapa unë avokat, sepse gjëra të tilla shpesh përgjithsisht në vendin ku ne jetojmë nuk i quajnë asgjë dhe nuk e kanë për turp dhe për gjë të përgojojnë njëri tjetrin. Kur vinte vetja pastaj e shohin që mund ta mendojnë që ishte një gabim i madh ajo që kanë bërë, po kjo s'ka më rëndësi. Ne jemi shoqëri që kemi për të korrigjuar shumë gjëra, sigurisht. Tani nuk është detyra juaj është mbroj klientin. Tjetra është unë thjesht të thira për të na e shpjeguar si raste të gjitha. Kemi detyrë dhe si qytetar që duhet Unë të falenderoj. të shërbim me shoqërisë. Avokat, fjalën panik, mund ta përdorësh, po për një vend qytetnum që ka një shkrimtar çfarë është Kadareja, me thonë që sida hap një smundje ose një fjali se dikush të shti smut nga sida dhe hap panik, është tur për neve, me të thonë drejtën. Nuk bëhet fjalë për një individ. Unë e di që ke drejt. Bëhet fjalë për një epidemi në një institucion. Kjo është ajo paniku. Dhe që është hapur pastaj në qytet. Avokatun falenderoj shumë. Ajo është ndërtimi, Po flet për një bordel, nuk po flet për një bashkë pastaj. Kur ne trajtojmë të gjithë, Kur thush që është të hap në bashki, ti po flet për një bordel.